Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju recetën e radhës, është një nga recetat shumë të thjeshta dhe është një nga recetat e preferuara në familjen time. Është një ide shumë e mirë për t'i marrë me vete në punë ose në shkollë. Qëndroni me mua ti përgatisim së bashku. Fillojmë pa humbur kohë nga receta. Në nevojitet 400 gram miell gruri, një lugë çaji plur fryrës ose sod, pak krip dhe përbërësit do t'i përziem shumë mirë në mënyrë që të lidhen mirë me njëri tjetrin. Do vazhdoj me një vezë, 50 ml vaj ulliri, 150 ml qumësht dhe masën do ta punojmë me duar derisa të bëhet një brum i butë, por jo plotësisht, pasi do fillojmë edhe me përbërësit e tjerë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi masën e kemi punuar deri në gjysmë të punës, do shtojmë djathrat sipas dëshirës. Unë kam zgjedhur djath bebesh, djath të shkrirë, djath të bardhë, një specë të kuqe dhe majdanos. Mund të shtoni spece jeshile ose ndonjë perime tjetër që ju dëshironi, për shembull dhe me karrota bëhet shumë e mirë, edhe me ullinj bëhet shumë e mirë, gjithashtu edhe me proshut bëhet shumë e mirë. Unë e kam provuar në të gjithë mënyrat, por djali im e pëlqen shumë specën e kuqe dhe unë e kam bërë posaçërisht për të me speca të kuqe. Pasi bëhet një masë brumi e butë, sikur brum byreku, me duke shtuar pak miell, pasi mund të ngjisë, por mos u merakosni, mund të shtoni pak miell dhe do ta hapim në formën e një pete, as të trashë dhe as të hollë. Ja fiks kështu si po shihni në video. Do ta presim, mund të zgjidhni formën sipas dëshirës, unë zgjodha këtë formë që po shihni. Dhe pasi i kemi prerë, do t'i skuqim në vaj të bollshëm. Mos u merakosni as pak, pasi nuk përthithin vaj. Dhe kur them që nuk përthithin vaj, ju asiguroj këtë dhe do ta besoni kur ta provoni që vërtet nuk përthithin vaj. Dhe kjo duket që kur e provon, pasi nuk lë as pak yndyr në duar. Është shumë e thjeshtë në përgatitje, mund ta përgatisni edhe në mëngjes, pasi brumi nuk do as pak që të pushoj dhe mund ta hapni direkt, vetëm se skuqja duhet të bëhet në temperaturë të ulët, duke i kthyer her pas here në mënyrë që mos digjen, por as mos mbesin të papjekura në mes tyre. Prandaj dhe peta nuk duhet shumë e trash kur i presim. I vendosim në pjatë, siç e shihni, nuk ka nevojë as për letër pjekje, pasi nuk përthithin fare vaj. Ktu sapo i kam nxjerr nga tigani, domethënë, dhe janë gati. Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqen kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Është kënaqësi për mua ta mësoj. Pres me padurim përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni. Dëgjohemi në recetën e radhës.